limiteve të fundit të afateve që përcaktohen me kushtetutë dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. Dhe nesër, siç dihet, është parapara ndi i ditës, i cili i ka ato 4 pikat e rëndëmta që ka seanca konstitutive, fillimisht themelimi i komisionit për verifikimin e quorumit dhe të mandateve, pastaj çështja e bërjes së betimit të deputetëve, si dhe zgjedhja e kryetarit dhe të 5 nënkryetarëve, me çka pas përfundimit të këtyre pikave konsiderohet i konstituum kuvendi për nga ku fillojnë edhe me rrjedh afate të tjera, si për themelimin e qeverisë, mbi gjitha afati 6 ditor, bananës së cilës natyrisht që duhet të zgjedhet presidenti, mos zgjedhja brenda këtij afatit nënkupton sipas fuqisë kushtetuese vendi me shku në zgjedhje të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 45 ditë pas kalimit të këtij afati prej 2 muajsh. Sa i përket çështjes së qeverisë, natyrisht afati prej 15 ditësh për formimin e qeverisë fillon me rrjedh nga momentin kur përfaqësuesi, në këtë rast me shumë gjatë zoti Kurti, do të mandatohet nga ana e ushtruese së detyrës së kryetares së shtetit, përkatësisht me shumë gjatë nesër do të vazhdoj të jetë zonja Haxhiu Spaku me aq sa është thënë deri tash, në rast se eventualisht gjatë kësaj periudhe të shkurtër kohore nuk do të ketë ndonjë vendim ose veprim të paparashikueshëm, gjë e cila në jo pak raste këto 3-4 vitet e fundit. Mbetur promotor deri tek seanca konstitutive. Po pra, në këto 3-4 vitet e fundit veprimet dhe vendimet e paparashikuara dhe të papritura kanë qenë diçka jo pak prezente, prandaj përjashtohet mundësia, ndonse në bindjen time duket akoma larg në horizont një marrëveshje dhe deri te kjo kam përshtypjen që vije dhe ka ardhur ekskluzivisht si rezultat i lëndimit të tejmase të raportit reciprok edhe mirëbesimit dhe mirëkuptimit reciprok ndërmjet subjekteve politike, për faktin se besoj që në mes tjerash insistimin në vazhdimsi me theks veçantë në rastin konkret i LDK-s për ta pasur pozicionin e presidentit është sepse nuk janë të sigurt se në rast se do të arrin marrëveshje me zotin Kurti, njëjti nuk do të veprojë siç ka vepruar në të kaluamën. Prandaj ata çështjen e presidentit ose presidentes e shohin si një siguresë, pavarësisht se në instancën e fundit është një individ që do të bëhet dhe arrjedhimisht pastaj në rast se do të ketë prap shpërbërje përkatësisht prishje të raporteve ndërmjet këtyre subjekteve, atëherë nuk ka ndonjë relevancë për faktin se siç dihet numrat e zotit Kurti së bashku me subjektet politike jo serbe janë të mjaftueshme për të ecur tutje. Prandaj me sa kemi pa në rast se arrim me kuptu edhe në tekstin e asaj që u pa veç mas mbrëm nga ana e dy udhëhecëve të subjekteve politike, në bindjen time në rast se jo dakordim për marrëveshje, pati një dakordim qoftë edhe në formë të heshtur që në rast se vendi shkon në zgjedhje fajtor të jenë më tepër subjektet politike të cilat nuk ishin pjesë e diskutimeve. Do të shpëtoj kësaj vetëm LDK-ja? Që mori pjesë takim? Besoj që do të përpiqet me paraqit si një tentativë dhe një synim serioz të saj për të shmangur zgjedhjet, e cila po shihet edhe në diskurs të deputetëve të zgjedhur të këtij subjekti politik. Mirë, po megjithatë unë kam përshtypjen që në këto rrethana me këtë përqamje, në rast se eventualisht vendi shkon në zgjedhje, atëherë besoj që subjekti që më së paku i konvenon çështja e zgjedhjeve pikërisht është Lidhja Demokratike e Kosovës. Në këtë drejtim, në rast se i referohemi edhe të kaluamës në raport me atë që kush eventualisht do të shojë pa, atëherë gjasat janë më të mëdha që është pikërisht ky subjekt politik që eventualisht mund të bëjë ndonjë lëvizje në raport me pozicionimet që janë aktualisht. Gashi, pse ky